Bismillah. Përshëndetje nga kuzhina në Irit, sot kam vendosur përgatit një orez ndëpsi që të knosh me misht pulës. Krejt që ka në nevojitin prej përberzë janë 1 kg e 100 gram me misht pulës, e kom pastru normal edhe kom zi vetëm me ujë, val edhe një lugë të gjellës vegit. Në anën tjetër 500 gram me orez i kom pastru mirë derisa të mbet pra ujë i pastër si loti. Vaj 4-5 domote kësot vogla ose një domote të mëdha e grina kështu. Një lugë të mesme për orizin pra me veget, sepse nuk na duhet ma shumë, për arsye se e ka këto pra vegetën një lugë të gjellës, edhe 2 qep i kam ngri. Tashti e lëshojna edhe shpëretin, po ashtu edhe furrën temperaturë 200 gradë, morrim vaj edhe qisim në tëpsi. Unë kur postaj veda, para se me postu vedën e di që ka thojnë motrat në komente. Orez mo, kur po më thojnë që shtën vedë orez mo, ose pite mo, ju motrat të doshra, nuk tham që nuk dini asnjë. Ka motra fillestare që të krejt prej meje që në mujë me shënu edhe në komente. Krejt pe ushqimet mija janë mësu me gatu. Edhe ato me fakte që akom qitë edhe shkrimet në Instagram të kuzhina në Irit. Kështu që mos filozofani atë shumë, nëse dini mirë, nëse s'dini s'keni nevojë me hy aq fell, jo din gjithkush, jo s'din. Motrat fillestare që janë treja në kuzhinë, pra ato mësohen nga këto receta edhe nuk i vini të jabu ju mundin me hek me qit ose me postu vedën, kështu që ju pëlqej mirë, s'ju pëlqej e valla kalane edhe mësoni ndonjëherë me shpreh dashuri mes motrave, jo veç urrejtje, çka o ky, çka është ai, jo veç të kon, por të krejt motrat shqiptare pa marrë parasysh pak komentu negativitet nuk e lënë. Kështu që merrni mësim prej motrave turke pak kur postojnë diçka, shefni komentet si shkruajnë si shprehen. Të na veç më mujt veten me myt, me shtin lloj për zgjollë. Kështu që dashuri shprehni, sepse nuk kemi me marrë kur gjë me vete veç pak, sa qitni helëm, qitni bremnjoll pak prej gojës. Jo që jem të thonë kështu, por jem të thonë përgjithësi për krejt motra. Pa marrë parasysh, pa shpreh negativitet, këtu motra tona nuk është e mëjshme. I dina të gjithë, i bojna të gjithë, jo të kanë hargju recetat, jo ashtu. A di kur më hargjuan recetat, tash për thamë një motra që ka shkru një ditë, kështu me gojën të thonë. Recetat e mija hargjuan qatë ditë për të thirë Allahi ta ato talkinin për mu, kom dekë dhe dini të gjithë, kur e ka shkru të Allah. Për ndryshe, nere gjdo ditë poston recetën. Kështu që, ja u zemrën edhe mësonu pak me fol mirë. Ju të pak të qeni, sa shumicën, janë motra shumë të dashura edhe shprehin veç komente të bukura edhe dashuri. Për me ly kaqikat për ndryshe mishin e pulës, e merrni një lugë të gjellës me hudhër, një lugë të qajt me biber të kuq, vaj edhe një lugë të qajt me veget i përzimit të gjitha së bashku. Tashti shtuajna edhe qip. Kërkoj fale nëse ja zgjata, por unë gjithmonë jam një njeri që ja thamë së cilit kështu, në ftyrë. Nuk jam që shtirem e paklohem e ja u boj rafsh e... Unë jam direkt e shprehje gjithë shka. Tash ju, nëse jam gabim, mundeni me shënu, por unë se besoj që jam gabim, sepse unë me gjdo motër, unë motër nuk kam, por me gjdo motër sile mirë edhe asnjë njeri nuk e komentoj negativ, pa më thonë kur gjohë se diçka. Vallahi, kur të shprejë negativitet edhe ja u këthaj. Ato bile më kom edhe nëna jame, i thamë drejtën si. E ka redisin, po orizit mirë për një 5 a 6 minuta. Basi që kemi ka redisin dhe orizin, shtuajna dhe mërë.
furra është i zezë bashkë. E kemi karadis edhe domatet për 2-3 minuta, e marrën të djetën, edhe lëngën për një shqipë të një shqipë. E kemi qitë edhe mishën e pulës, tashte i lyna pra ka qikat për mi me vajnë, pudrën, vegetën edhe biberin e kuq. Basi kemi ly edhe ka qikat për mi, e lagu mjelit e për pjekje, po ashtu e qesim për mi edhe me njerë, fusim tepsinë e furrën e nxehur. Edhe tepsinë e kemi hek prej furrës, e kom lënë pra për 35 minuta. Mashallah, një oriz perfekt. Çka shkon tjetër në sofrën tonë tradicionale pas speca me hudhër, një sallatë shope, një gotë kas mundet më shkulla, ja se të knoq, edhe bash zamra mal me traditën tonë shqiptare. Çka do që hajna, ku do që shkojna, badi halla është me traditën tonë, nuk ndrojna se jemi rrit me shto ushqime edhe asnjë ushqim nuk ma kona si shta ushqimin që na kanë përgadit nënat tona. Kështu që neri juve ju përshëndet përzemërsisht. Ju falenderoj për çdo pëlqim të recetat mia. Faleminderit për përkrahjen që ma bani, komentet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina Neri, ju them, miru pafshim.